Aliu në atë kohë i ka pas vetëm 10 vjetë. Ka qenë 10 vjeç. Çfarë bisede serioze ka fol pejgamberi alayhi salatu wasalam me një fëmijë 10 vjeç. Çfarë vendimi të vështirë mori Aliu radiallahu anhu në atë moshë. Dhe çfarë sekreti të madh dhe të rënd duhet ta mbaj që mund të rrezikohej jeta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po e qel një temë shumë të rëndësishme, shumë të rrezikshme dhe të ndjeshme me një djalë që ishte vetëm 10 vjeçar. E ka bërë këtë sepse e ka ditur se Aliu radiallahu anhu, edhe pse i ri në moshë, ka pas burrni dhe nuk ka pas mundësi që ai ta tradhtojë. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli, Allahu i madhëruar në librin e tij, në Kur'anin famlart, na ka treguar për popujt e mahershëm, për ndodhit e tyne, veprat, ndonjëherë për ndëshkimet dhe shpërblimet e tyre. Ka folur edhe si popull, po ndonjëherë edhe si individ. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithet dhe fjalimet e tij. Kjo është bërë që të marrim mësime prej jetës dhe veprave të atyre popujve dhe të atyre personaliteteve të dalluara. Të largohemi nga të këqijat dhe të ndaluarat që të mos ndëshkohemi, po edhe t'i marrim për shembuj të mirët, të punojmë si ata dhe të shpërblehemi si ata. Edhe ne është mirë të i kujtojmë njerëzit e suksesshëm, burrat e mëdhenj, të bëmat e tyne, që të i marrim për shembuj dhe të veprojmë sikur ata. Sot inshallah do të flasim për Aliun radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. Për khalifin e 4 të muslimanëve, për dietarin, trimin, të urtin, për njeriun që është prej më të mirëve të ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në mëngjesin e Islamit, në ditët e para të shpalljes, përderisa pejgamberi alayhi salatu wasalam u falte me gruën e tij Hatixhen, hyri në shtëpinë e tyre Aliu radiallahu anhu. Ai ishte rritur në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse kishte edhe djalë agje. I pa ata duke u përullur, duke u lutur, duke u falur, dhe u çudit. U çudit se nuk e kishte pa ma herët pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe e pyeti atë se çfarë po bënin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tregoi se çka kishte ndodhur me të para disa dite. E i thot, Allahu ka dërguar pejgamber. Sikur që i ka dërguar edhe pejgamberët e mëhershëm. Kështu që të thërras ty, o Ali, që të i besosh Allahut një, ta veçosh atë me adhurime, dhe të i mohosh shenëtrin e idhujve, sikur të latit dhe të uzës. Aliu radiallahu anhu nuk e priste këtë kërkesë prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i tha, vallahi këtë gjë nuk e kam dëgjuar më herët, dhe nuk mund të marr ndonjë vendim pa u konsultuar me babën tim Ebu Talibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk donte që ky lajm të përhapej, se nuk e dinte se çfarë mund të i ndodhte. Po del me një besim
të ri, me diçka që njerëzit nuk e njihnin dhe e kishin besimin krejt ndryshe. Dhe vendosi që pejgamberi alayhis salatu wasalam me urdhër të Allahut ta mbaj thirrjen në Islam fshehurazi. Atë natë Aliun nuk e zuri gjumi, duke menduar për fjalët që ja tha pejgamberi alayhis salatu wasalam. E ftoi Aliun që ta përkrah dhe t'i braktis besimet dhe adetet që i kishin ma herët dhe populli i tij, e prindrit e tij, dhe ta ndjek e ta përkrah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra tu mendu për këto fjalë, dashti Allahu azza wa jall që atë natë ta marrë vendimin e madh dhe ta pranoj Islamin. Në mëngjes shkoi te pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe i tha: "O Muhammed, a më tregon edhe një herë lajmin e djeshëm, fjalët që më i the dje?" Pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha: "Të thras o Ali në fenë e Allahut, të adhurosh vetëm atë, dhe të i mohosh të gjithë idhujt dhe të distancohesh nga çdo adhurim që i drejtohet tjetër kujt përveç Allahut." Dhe Aliu radiallahu anhu para pejgamberit alayhis salatu wasalam e tha shahadetin dhe u bë musliman. Ishte pra prej të parëve të muslimanëve. Dietarët kanë divergjencë, a ishte i dyti apo i treti. Pas pak kohë u pranua Islami edhe nga disa sahabit të tjerë dhe të gjithë e mbanin fshehtë. Ishte rrezik për jetë të mohoj adhurimi i idhujve. Atë që desha të nënvizoj dhe ta marr mend nga jeta e Aliut radiallahu anhu, është se dhe nuk bën të harro dhe ta kemi parasysh çdo herë, se Aliu në atë kohë i ka pas vetëm 10 vjet. Ka qenë 10 vjeç. Çfarë bisede serioze ka fol pejgamberi alayhis salatu wasalam me një fëmijë 10 vjeç. Çfarë vendimi të vështirë mori Aliu radiallahu anhu në atë moshë. Dhe çfarë sekreti të madh dhe të rënd duhet ta mbaj që mund të rrezikohej jeta. Pejgamberi alayhis salatu wasalam po e qel një temë shumë të rëndësishme, shumë të rrezikshme dhe të ndjeshme me një djalë që ishte vetëm 10 vjeçar. E ka bërë këtë sepse e ka ditur se Aliu radiallahu anhu, edhe pse i ri në mosh, ka pas burrni dhe nuk ka pas mundësi që ai ta tradhtoj. Sot, për fat keq, një fëmijë 10 vjeçar nuk mundi me ja besu edhe gjën më të vogël. Po edhe të jetë 20 vjeçar nuk mund të presë shumë prej tij. Sepse ka humbur burrnia, ka humbur serioziteti, kanë humbur vlerat. Nuk është problemi vetëm te fëmijët, po më shumë është tek të mëdhenjt dhe tek sistemi dhe koha që po jetojmë. Sistemi u ka mbushur kokat se jeta është vetëm për të u dëfryer, luajtur dhe kënaqur. Të mëdhenjt, prindi, baba, nuk e merr djalin me vete që t'ja mësoj burrnin. Po ndonjëherë, ndoshta edhe më mirë që nuk i merr, sepse edhe vetë baba nuk ka burrni. Nanës i dhimbset se po e mundon djalin apo vajzën dhe gjitha punët i bën vetë dhe e ledhaton fëmijën, djalin apo vajzën, si kur të i kishte 6 muaj apo 1 vjet, a i ka 25 vjet. Të gjithë kemi pjesë në këtë faj.
Aliu radiallahu anhu, që nga mosha 10 vjeçare, i unë gjitë Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallam dhe nuk i unda deri në vdekje, duke sakrifikuar çdo gjë dhe rrezikuar shumë herë jetën e tij. A thua ishte i vetmi Aliu që në mosh aq të re u angazhua për ta ndihmuar dhe për hapur fenë islame? Me siguri se jo. Ka pasur edhe shumë të tjerë dhe emrat më të dalluar dhe që shkëlqejnë më së shumti kanë qenë djemë të ri në mosh. Emrat që i njohim ne, emrat e dalluar që ndoshta e parafytyrojmë se kanë qenë 40 vjetë më shumë, gjithë kanë qenë të ri. El-Arqam ibn Ebil Arqam e pat lëshu që në ditët e para të islamit shtëpinë e tij për të mbledhur dhe të buar muslimanët për ta mësuar islamin, ai ka pas vetëm 16 vjet. Shtëpia e tij u bë kryeqendër e davetit dhe prej aty u përhap islami. Dhe kjo u bën të fshehur azi sepse ishte rrezik. Talha ibn Ubaidullah është një prej sahabëve të përgëzuar me xhennet, u besatua, ja dha besën pejgamberit alayhi salatu wasalam se do ta ndihmoj deri në vdekje. Dhe e mbajti fjalën. Bile në një rast ju prej një pjesë e dorës duke e mbrojt pejgamberin alayhi salatu wasalam me duart e tij që u sulmonte nga shpatat e mushrikëve. Kur e pranoi islamin i kishte vetëm 16 vjet. Zeid ibn Thabit, Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam ja besoi shkrimin e shpalljes. Shpallja që i vinte prej Allahut, Zeidit dhe disa sahabëve tjerë u thoshte shkrune këtë ajet. Gjithashtu Zeidi i shkronte edhe letrat që u dërgonte mbretërve dhe perandorëve të asaj kohe. E mësoi Kur'anin përmendsh dhe u dallua me të me sahabëve të mëdhenj. Të gjitha këto i bani përderisa ishte 19 deri në moshën 20 vjeçare. Sot në moshën 20 vjeçare i riu nuk e di dhe ende nuk e ka definuar se çka do të bëjë në të ardhmen. Zeidi, po ta kishte mbaruar jetën në moshën 20 vjeçare, prap nuk do të ishte harruar. Po të kishte vdek në moshën 20 vjeçare, ai kishte kry plot punë të mëdha. Zubair ibn Awam, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Usama ibn Zaid, Saad ibn Abi Waqqas e shumë të tjerë kanë bërë vepra të mëdha, vepra madhore, e të gjithë i kanë pas më pak se 17 vjet. Kulmi i përparimit dhe i sukseseve të Abasidve u arrit në kohën e Harun al-Rashidit, e ai kishte rreth 20 vjet. Çlirimi i Istanbullit nga Mehmet Fatihu u arrit kur i kishte rreth 20 vjet. Nuk po kërkojmë nga të rinjt tonë të bëhen si sahabët, apo sikur këta burrat mëdhenj që ndruan historinë e njerëzimit. Po mos ta bëjnë të pa arritshme kryerjen e një fakulteti, apo mësimin e një zanati, apo ta mbajnë të paktën familjen e tyre. Duhet me reflektu dhe me motivu veten se vlen më shumë. Ti o i ri vlen shumë. Aftësitë tua janë shumë të mëdha. Mos i burgos ato, mos i keq përdor ato, po hapi syt e merri shembull ta njerëz të mëdhenj dhe ec përpara. Bëhu rob i dobishëm, bëhu rob që Allahu, pejgamberi dhe gjithë muslimanët dhe besimtarët të dëshmojnë për veprat tua në ditën e Kiametit. Elusim Allahun azza wa jall të na falë dhe mëshiroj. Elusim Allahun xhalla xjalaluhu të udhëzoj të ri dhe të reja tona. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.